Shikues, do ndalemi me një lajm të minutës së fundit, i cili lidhet me bordin e transparencës, sa i takon një vendimarrjeje për çmimin e naftës. Bordi i transparencës në datë 9 prill 2026 në mbledhjen e radhës vendosi, sipas njoftimit zyrtar, çmimi i shitjes me pakic i nën produktit gazoil i standardit SSN 590 të jetë jo më shumë se 210 lek për litër, ndërsa i shitjes me shumic jo më shumë se 198 lek për litër. Çmimi i shitjes me pakic i nën produktit benzin të jetë jo më shumë se 173 lek litri, ndërsa i shitjes me shumic jo më shumë se 161 lek për litër. Çmimet e caktuara nga bordi do të hyjnë në fuqi sot, datë 9, ora 14:30 minuta dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Tërheqin vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumic dhe pakic, thuhet në njoftim të nën produkteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm, do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, së bashku me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, janë angazhuar të mbrojnë interesat e konsumatorëve shqiptar dhe ruajtjes së parimeve të konkurrencës së ndershme në treg. Sqarim thuhet më poshtë referuar aktit normativ numër 1, datë 3/4/2026 për një shtesë në ligjin numër 61/2012 për akcizat në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, ku është parashikuar se në rast se çmimi i shitjes me pakic për gazoil është më i lartë se 220 lek litri apo për benzinën është më i lartë se 200 lek litri, zbatohet niveli 80% i akcizës. Bazuar në zbatimin e metodologjisë për llogaritjen e çmimeve tavan të shitjes me pakic, çmimet janë nën kufirin e aktit normativ numër 1, datë 3/4/2026 dhe për rrjedhoj niveli i akcizës do të zbatohet i plot me 100%. Pra, sipas njoftimit të sapo lexuar, nafta ka rënë me 10 lek.